A ishin nga politikanët më kontrovers, gjithmonë ka ditur se si të qaset në publik. Njëherë kemi parë me Presh, njëherë me Shalqi, e njëherë me një rekuizit tjetër, ka qenë gjithmonë varësi të protestës që partia që ai bën pjesë ka mbajtur dhe ka patur. Ai është lushnjar 24 karat dhe shumë trim do thoja unë, sepse gjithmonë e kemi parë në frontin e parë të çdo proteste të Partisë Demokratike. Jemi në studio me zotin Semir Koreshi, që gjithmonë ka ditur na sjell popullin dhe publikun tek vetja, për shkak se unë mendoj, zoti Koreshi, na e lejo edhe një kompliment të fundit. Për shkak se ka gjetur të ngjashmin. Mënyrën se si ju keni adresuar shqetësimet e tyre kanë qenë gjithmonë të drejta, të vërteta, pa shumë fjalë, por me gjestet saktuara. Absolutisht po. Kjo vlen dhe për fatin se unë jetoj për ditë me ata. E vërtet. Unë kam ndryshuar mënyrë rutinën time të jetesës, edhe pse jam legjislaturën e dytë ose mandatën e dytë tim si deputet, rri po me të njëjtit shok, mirë që kam det dhe pa 30 vite, kështu që vazhdoj të mbajt njëjtë rutinë. E kjo është e rrallë. Po, vetëm mbrëm, për thëmë, ishim me gjithë shok të gjimnazit, kishim një nga të shok të klasës në gjimnaz, në kishte ditëlinë idealitik, që u mblodhëm, se bep tjetër, vazhdojnë t'jenë shok më tim më të mirë. Por, kam një shprehje që e përdor gjithmonë atje se më pyesin, po ike çfarë do këtu gjithmonë me ne. E them, po, kur të kthehem, pse do më qasni më nëse ndërgojmë sot, kështu që... Po dal punës para. Jo, ruaj atë rutinën tim, sepse kjo punë e politikanit gjithmonë është e përkohshme. Kështu që më mirë ruaj rutinën, po është një nivel kënaqësie, më thënë, mezi pres doni ta drejtën, mezi pres kthehem lushnjë që të rri ta më shijon më tepër kafe aty më të thënë drejt. Zoti Koreshi, një detaj që ndoshta publiku mund të mos e di, sepse ju shet sigurisht në kravatën e një politikani, deputeti, pasioni juaj për pikturën. Po. Që nuk është se e ke ekspozuar shumë, mendoj vetëm një rreth i caktuar mund ta di, por që fakti ke një histori me pikturën, sepse ke qenë talentuar që i vogël. Na tregon më shumë. Po, unë që i vogël kam pas, biles, e kam një pikturë të vjetër timen, ma thot gjithmonë e kam ideal halë, ja kam dhuruar dikur halës, shumë shpet dhe e ka ruajtur me fanatizëm atë pikturën. Ka qenë një kështu me një natyre qetë me varkë, me ca peshkatar. Më shkruan gjithmonë mesazhe, ma dërgojnë, thotë, sa do më japë që ta japë prapë pikturën. Kështu që ka qenë një pasion, por kam pas një mikun tim, që kam një nga shok të mirë më të mirë atje në Lushnjë, Bert Kozarja, e cili ka marruar Akademinë e Arteve. Unë shikoj atë kur pikturon dhe thashore, kam qef ta nis dhe aty për aty shku më blem bojrat, me të thënë drejtën penelat dhe kohën që kam qenë i ushtroja avokatin në Lushnjë, ka pas dhe më shumë kohë të lirë, me të thënë drejtën, dhe na kapi një periudhë që kemi bërë shumë piktura, me të thënë dhe së bashkë me ne. Edhe mësoj teknikën, pa tjetër, se mënyrën se si bëjmë dhe grafikën, fillim, ne gjenim portrete, foton në internet, edhe bënit më pas... Po, më për skicimin, ma mësoj teknikën që e ndanim foton në kuadrata dhe si pas asaj të kalonim tek... Pra, teknikat e pikturës. Pa tjetër. Më tepër është gjë bukur, kur përfundon diçka që arrin me identitate që të pëlqej ty vetë, jo se arrin se jam mjeshtër, se jam për niveli material, po kur arrin në djep një të lloj satisfakcioni. Sa i mirë po të qojmë kështu me qenë se dhe ti na e lejove. Çfarë mendimi ke ti për piktorët e tjerë në politikë? Shko për shgarravenistë do të thashë në politikë. Në qoftë do të kishte një piktor, realisht do të pikturon të shumë bukur një tablo të jetës reale në Shqipëri, mendoj unë qoftë do të ishte gjë që nuk e bëjnë. Për mua janë duke jetuar një dimension krejt të ndryshëm, klasë të kryeministin, as se ka iden se si është halli dhe fukaralliku sot në Shqipëri, sepse është një paradoks shumë i madh, po na ikën dhe shtresa mesme, për mënyrën e sigurisë ekonomike, pas sigurisë ekonomike që ka për nesër, dhe për familjarët e tyre, për fëmijët më tepër. Dhe shikoj njerëz që kanë mundësi që ta nxjerrin edhe në privat rrogën për ta çuar në shtëpi, por ajo pa siguri. Më thënë, unë mendoj, duke qenë se ata nuk e njohin nocionin e lekut, pra nuk po t'i japësh monedën, besoj sot ju nuk e kanë xhep, jo, po dhe nuk e njohin mëse kanë koq pa monedë.
Po kush problemi të peneli, të këngjyrat? Jo, sepse mënyra tani ka fillur me këtë, kanë dalë këto abstrakte tani si duket këto me zhgarravina, dhe këta kanë filluar me zhgarravina dhe me i punojnë që black and white, bardhezi, pra. Abstraktja që nuk kuptohet. Absolutisht. Kështu që unë mendoj që është një moment shumë të madh, edhe do doj që të kthesh të njëra i të pikturat, po me ngjyra që të jep të çik kolorit, po dhe lamishmëri, se ka nevojë njerëzit me thënë drejtën që të çojnë mëngjes dhe jo se si do sigurojnë 3 vaktet e bukës. Mirë, tani, gjithsesi, automatikisht neve na lindin disa pyetje për dërtuar në mendjen tonë një diagram veni. Ju piktor, kryeministri piktor. Ju politikan, kryeministri politikan. Se mos dalin rrugës dhe të përbashkët të tjera. Jo, unë jam i lidhur fort me juridikun, me të drejtën, nuk dalin se që lloj dot. Deri aq nuk synoj për aq lart, por me të thënë drejtën, më pëlqen më shumë këta që janë shumë lart i ngacmoj shpesh. Merrem shpesh me ta sepse në fund fare do të them drejtën, kur kemi parë nga Lushi na dukeshin si të mëdhenj tani. Jo vetëm në dimension kështu, por na dukeshin gjë e madhe sa të zgjuar. Politikan. Më në rrypa ka ishin, falë për shprehje, përdoj shprehje bëllore, sepse në vetë vete nuk ofrojnë larmishmëri, më dhe hiqen sepse të tjerë të jerin gati tut, thash, mënyra ekonomike ka bërë njerëzit që ata ti kenë në një farë mënyrë të nënshturuar, të lavëruar, por të pjesa tjetër janë shumë bosh. Në qoftë se je bosh në shpirt, pastaj të rroft shkolla e tjera dimensione. Unë nuk pretendoj për kryeministrin me thënë drejtë as për gjë tjetër, pretendoj që ato hadhe dhe problemet e Lushnjës, ti çoj atje. Ata njerëz që më kanë votuar në fund fare, por ato sikletet që unë i kam në përditshmëri sikletet dhe të mia ato, sepse edhe familjarët e mi, jo vetëm familja ime e vogël, por dajet, hallat, tezët, xhajet, jetojnë gjithë në Lushnjë. Nuk si subdortu njëri jashtë Lushnjës tem në njerë që të shkojnë. Unë dhe të 2 gjysherit dhe gjyshet i kisha me pallat, me hyrje pallat. Për mua është një dimension Lushnjë që nuk dalë do të jashtë asaj. Po ju keni folur edhe shumë hapur, ndoshta për faktin që ka pak aktivitet. Dhe në qytetet e vogla nuk ka artin e duhur, nuk ka zhvillimet e duhura, nuk kanë se çfarë të bëjnë familjet pas dite. Dhe në Lushnjë është e njëjta gjë, apo jo? Në Lushnjë është dramë fare, më thënë, e para duhet të nisë që ne na kanë hequr institucionet. Në momentin që nuk ka institucionet, ty de facto thesh një fshat, sepse është një nuk prodhon, kemi vetëm bashkinë. Së dyti, ne nuk kemi kinema. Dhe një qytet pa kinema është, nuk e di më thënë, çfarë mund të jetë. Kinoteatri ka 4-5 vjet apo 10 vjet që përdoret në shumë të rasteve vetëm për mbledhje politike, kur vjen Berisha ose kur vjen Rama, ose kur vjen të tjerë. Ku kemi zgjedhur? Më thënë, ku kemi zgjedhur, më thënë, ne marrim me qira, apo edhe 100.000 lekë atje, do vëmë të flasim, të hyjmë gjithë kinoteatër. Ne nuk kemi kënd lorësh për Kalamajën. Ku të çon Kalamajën, do të targetosh fëmijën tat. Ku da çosh masdite, nuk ke ku e të qonë. Detyroni të qëndroni në kafe. Po s'ke, ja biblioteka që kemi ne ka 6 vjet pa të vajti libër, e kupton? Më thënë, apo në shkollë që të ketë në i kudiu në i laboratorëve. Më thënë, vendet e vogla i kanë kthyer në një fshat shumë të madh, si qyteti Lushnjës, dhe kur mungon argëtimi, pjesë argëtimit, për shembull, ka një QKF, realisht, që punon, ka ca mësues, por pjesa tjetër pastaj Lushnjës është dramatike. Për shembull, edhe një sport që kishte Lushnja ka tifozërinë ndoshta më të zjarrt, të drejtën, qofse ka pas tifoz që ikën 2000 në udhtim kur lose Lushnjë, nxjerr atë në kategori 3. Kështu që ose kur dëgjoj që moshat e Lushnjës, ne në 97-98 kemi qenë kampion dhe me paratrin dhe me trin në Lushnjë, se kam qenë vetë atje dhe e kam preu, kemi ngrit kupat 2 herë, dhe me paratrin dhe me trin, kemi qenë kampion Shqipërisë. Sot ne jemi edhe tek moshat, i jemi në lidhën e dytë, nuk jemi në Super League, po përveç kësaj, nuk gjejmë njerëz për më dhe do majmë 4-5 në rruga për bërë formacionin 11. Ka nikur lushnjarët, po? Ka jo, ka ikë dëshira më bu, se nuk punohet më me mosha, nuk punohet, nuk ka më, se nuk ikin lushnjarët, po ti mash kalamajve të vegje që kanë të buka, me ti mash dhe 50.000 lekë për të stërvitur, që normalisht do t'i ikin dëshira atyre. E drejt, nuk duam as pak që këtë bisedë ta bëjmë politike. Pse? Sepse duam që publiku ndoshta të shoh disa ngjyra që keni vendosur për hir të pozicionit që ju e keni t'i tregoni më rrallë. Publiku jam i sigurt që nuk e di që Samir Korreshi është arsimuar në Itali, në La Sapienza, dhe ka një episod shumë të vështirë në jetë,
ju keni vjetur për 20 ditë në rrugë, më duket. Fillimisht, po. Si është ajo periudhë? Si e mban mend? Jo, është periudha, ndoshta ajo kam ka kalit pak më shumë. Unë, disa miqtë mit pretendojnë se donin të ndihmonin, por ndoshta, ku di unë, historia shumë e gjatë për ta treguar dhe nuk duhet ti e sajt ngela pa në rrugë. Nuk u dorëzova dhe ishte një njeri që s'kishte dalë kurrë nga Shqipëria, që gjendën mes Romës. Realisht ka qenë një paradoks shumë i madh, e tani e shikoj si më mor. Lia aty, kisha, jo valigje, për kisha 2 çanta sporti, me të thënë drejtë, se as valigjes kishte në vitin, flasë për vitin 2000. Dilja lartë nga në Termin, që është stacioni qendror, po me flasim stacion me 30 binarë, ku kalon, po thuj se mbi 1 milion veta në ditë. Dilja aty lartë, thoshë, hidha vërtallë, shu shikoj gjërat, bukura gjërat, shu, thoshë, poshtë, to hum ku do vetë të si. Pavarësisht se njihja mirë gjuhën italiane, me të thënë drejtë, se kisha vite që e praktikoja dhe e njihja, por ishte dimension, aty mu thjesht rastësisht pastaj njoha dike nga ata punëtorët, thënë që pastronin. I bëre përshtypje se një çuneri me 2 valizhe dhe më pyeti, tregova që po vije për student. U befasur me thënë drejtën dhe ai kishte një zgabucinë kështu të vogël ku ndrohesh vetë. Kishte edhe një dush të improvizur ta themi, një nga këto zorrat kështu që të laheshe. Edhe shkoj kam kështyt për rreth 20 ditë, derisa më kujtuaj që burri hallës time kishte një shok në mikun e vet atje dhe pastaj filloi ajo disheza që po të shikosh vetëm nga vujtja ime, dhoma ime ka qenë me 4 apo 5 abuziv të tjerë, pra unë kisha dhomë që quhesh singull ai në dhomë studente dhe gjithmonë kemi qenë 5 ose 6 veta që flinim aty brenda. Po pse? Po sepse shumë ka qenë e vështirë. Para një kishim edhe shokë dhe miq që nuk kishin student, patjetër që i prisnin përcilën, po dhe çuna student që kishin bursë të konvikt. Unë për fat ishte edhe bursën e konviktin gjithkohës, arrita ta mbaj me edhe pse punoja në darkë, se thonë njerëz që po çfarë pune, zoti Koreshte, ju keni qenë transparent edhe për këtë? Jo, unë fillimisht e kam filluar duke shit Coca-Cola në stadiumin. Okej. Në stadiumin Olimpiko të Romës, ka qenë periudha kur Lazio dhe Roma kanë qenë të dyja kampionë Italia dhe si pijet gazuara. Po, pije Coca-Cola, fanë të gjitha këto pjesët. Ishte edhe një kafe borgete në të lindet çik me shumë lekë, që fusim kontraband me të. Pizzeror kur punuat? Mbas një 7-8 muaj unë punoja 2 ose 3 ditë vetëm fundjavë te restorant pizzeri, ka qenë shumë e madhe. Pastaj fillova aty mësova thjesht ditët që mungon të pizzaioli, ditë shtune. I bëje pizza. Jo më futën fillimisht me mbushur pizzat. Pa ideja që nuk ngatroja si pizzë çuditërisht, edhe pastaj fillova të bëj brumin e vetë shëni pizzerisë, bashkë me shokun tim nga Fieri më vonë, që erdhi. Kam parë gjithmonë me skepticizëm, sepse aty na të shikonin, ata ishin ultra djathtë, ishte ekstrema desë, ata ishin te këto shumë të djathtë në konturin italian, dhe kur i vajton shqiptar më pamshim me skepticizëm, po nga ideja që puna gjithmonë u bën 15 shqiptar në atë restorant. Kështu që unë i solla gati po të thoshte gjysmën e konviktit që punonte aty brenda dhe u bën. Më pas ai një nga ata administratorët u bë pronar me një shokun tim dhe janë akoma bashkëpunon me shokun. Sot e kësaj dite. Sajmir, çfarë të kujton data 11 mars? 11 mars. Tamam, data 11 mars, që më kujton më 11 marsi? Një rikthim nga Italia për të takuar me dashurinë e jetës tënde. Po s'ka qenë 11 mars, ka qenë dhe 11 mars e ka marrë përfundimisht unë. Po, jam kthy desh dita e fundit që unë kam lënë Italinë. Unë kam ditët jam njohur me nusën time nëpërmjet këtyre shokëve të gjimnazit. Në më të nemi gjysë baxanakës tani, sepse janë 2 shokë, kemi marrë 2 shokë në ngushtë e 2 shokë në ngushtë. 11 mars ka qenë dita e fundit kur unë isha për doktoraturën në Romë në vitet 2017-2018. Dhe thash për undimisht, më thënë që thash nuk studiot nëse studia pilotëve, u ktheva në datën 11 mars 2 ditë para ditës time. Sepse pas të ditës keni ditë lindje. Nuk bën të ta urojmë para, prandaj s'organizuam diçka. Nuk jam rëndësi shumë i madh te kjo pjesë, por erdha sepse realisht ka dëshur jeta patjetër, kam 2 fëmijë të mrekullueshëm, me të thënë drejtën, një bashkëshore të mrekullueshme patjetër. Por i dha pak kolorit një situatë, patjetër, një ngjyrë, pikërisht ngjyrat,
I dha kolorit, absolutisht, i dha ngjyra jetës sepse thjesht fakti që do vesh shtëpi do i marrësh që vetëm ti them do i marr çika aromën kalamajve dhe edhe nashi qetësia është maksimale. Zoti Koreshi, sa i mirë. Ju keni qenë një ndër të paktët politikanë që keni folur hapur se si keni bler edhe një shtëpi në Tiranë. Po, patjetër. Keni thënë që keni marrë një kredi. Patjetër. Për ta përballuar një shtëpi. Absolutisht. Po, llogarit nuk u dalin shqiptarëve se ton politikanët në këtë vend pasurohen. Po ti harxhoni dhe me rrugën që bën për Tiranë. Jo, un kam realisht bleva një shtëpi që menduam të investojmë në një moment shumë të mirë, me një mikun tim shumë të mirë. Pa desh të bëjmë reklam, i cili mas ka që vite që është ndërtoj, është një biznes tjetër dhe ndërtoj. Dhe pa tjetër ai kishe qef grumë kërkoj shpinë Tiranë, dhe ai vetë banon po të pallati që ka ndërtuar vetë, kështu që rasti mirë, ja di përnderë sepse realisht nuk të misi është misi, po kur është ekonomia është ekonomi. Kisha të cakursime, pa tjetër morën edhe një 6 milion ose 6 milion lek i ka marrë më kredi. Që realisht, me thënë drejtën, me duke pa çmimet e Tiranës tani, unë paguaj 370.000 lekë kredi në muaj, ndërkohë që nuk gjen atë lloj shtëpie në Tiranë, pa 600.000 lekë, siç ka vajtë tani dhe nuk di këtë bëj llogari kur kthehemi në them, si bën këta në Tiranë, se nuk ka mundësi. Për të vetmi fakt si ka mundësi, sepse para një që rrogat nuk janë aq larta dhe këto unë ka mundësi në bazë të rrogës që marrë ta marrë një kredi, për shumë njerëz tjerë jetë detyruar të paguajnë qira se nuk e marrin dot kredin dhe kjo është ajo drama sociale që ndodh. Dhe them, po shikoj se unë kam qenë dhe avokatë pjesa shikojnë divorce më të mëdha binin vetëm nga njerëzit që ishin në kushte shumë të vështira ekonomike. Dhe shikoj dramat më të mëdha, shikosh zyrat e përmbarimit me fëmijën, jo në dha lekët e bukës, jo si dha. Kjo këmendën është drama e madhe dhe këto zgjidhjet e martesës kanë qenë pikërisht pjesa më e madhe nga dramat ekonomike familjare. Kështu që s'kam atë dhe makinën me leasing e mora. E ke paguar muaj për muaj. Jo, qellova një ditë, biles thjesht më erdhi emaili i leasing, që në mënyrët e pagesës, edhe më ngacmoj, unë kisha foli, thashë, ikse po merr me bankën, i thashë asajt redaktores, kam shumë mike dhe Fjori, ajo e kështë thënë Fjori që ka masë e mirë makina, tha morë gjithë makina, e unë e kisha aty për shikoj, se ishë të shumë Fjori lafë, të bëjnë që filmoj këtë që ndaj. Ishte Sajmi Koreshi me në studio, shumë gresitit kishë sot, dhe për të njërë ndoshta me këto ngjyra që nga njëherë për shkak të politikanin që ju jeni i rezervoni për publikun. Gjithmonë ju përprit. Respekt. Kënaqësi. Është koha të informohemi, ne kthehemi vetëm pas pak, mos u largoni.